Pachavurja është një ndër recetat tona tradicionale me një shije të mrekullueshme. Tepër thjesht përgatitje, ju ftoj ta provoni. Atëherë filloj me përgatitjen e recetës. Fillimisht në një tepsi të lyme me gjalp i rreshtojmë petat e baklavës të bëme 2 nga 2 kështu në mënyrë të çrregullt sikur shikoni në video. I lymë sipër me gjalp dhe i fusim u pjek në furrë parangrënë 200 gradë sa të marrë një ngjyrë të artë. Hedhim arrat sipër dhe kalojmë në një tash në një thellë rrahim vezët me sheqerin. Masanaj shtojmë vajin, shtojmë kosin dhe pak qumsht. Hedhim pluhnin e krem karamelit, sodën, përzim mirë dhe ja hedhim sipër petave të baklavës. E hapim mirë në krejt sipërfaqen dhe e fusim u pjek në furrë parangrohur në 200 gradë derisa të marrë të ngjyrën e artë. Sipër i hedhim shërbetin, mënyrën se kam përgatitur shërbetin e gjeni shkruar poshtë në recetë. Faleminderit të gëzuar.